Shqiptarët jo vetëm po largohen, por po braktisin përfundimisht vendin. Për një pasaportë evropiane apo australiane, gati 900 persona hoqën dorë nga shtetësia shqiptare vitin e shkuar. Pak janë shtetet të cilat lejojnë 2 nënshtetësi, por marrja e nënshtetësisë është një procedurë e tezgjatur dhe patjetër që personat e kualifikuar kanë përparësi mund të shkojnë 7-8 vjet. Në këto kushte, për herë më shumë shqiptarët po heqin dorë nga pasaporta e vendit lindjes për të marrë atë të një shteti që ju ofron më shumë, të paktën në një drejtim, atë të ekonomisë. Të dhënat nga Ministria e Brendshme tregojnë se në dekadën e fundit janë mbi 6600 shqiptar që kanë hequr dorë nga pasaporta shqiptare. Po çfarë po i shtyn këta të fundit heqin dorë nga shtetësia? Nëse marrin në shtetësinë, janë shtetas evropian dhe kanë sigurisht së pari të drejtën e lëvizjes, që është më kryesorja, pra mund të shkojnë nga një shtet tjetër, nga një shtet evropian në shtetin tjetër. Mundësi më të mira për të patur të drejta sociale, politike, më të mira në vendin e destinacionit, do të thotë, për të përthithin jo vetëm integrimin në një vend të mirë pune, por gjithashtu të kenë edhe mundësinë për të mësuar më mirë gjuhën, për të investuar ndoshta edhe në asete. Sipas të dhënave të Instat, rreth 52% e të larguarve nga vendi janë të rinj, të grup moshës 15 deri në 35 vjeç. Vendet e Bashkimit Evropian, ndërto Gjermania, Austria, Hollanda, Spanja, nuk e lejojnë dyshtetësinë. Përveç të kurrjes ekonomike, do të thotë, forca më madhe punës largohet dhe ne si shtet mbasim më shumë avantazhe, konkurrueshmërie në tregun e brendshëm gjithashtu dhe duke krahasuar me rajonin, nga ana tjetër ne perceptojmë një kurrje demografike. Sipas të dhënave nga Eurostat, më shumë se 521.000 qytetarë shqiptar kanë marrë në 20 vitet e fundit shtetësinë e njërit nga vendet e Bashkimit Evropian.